Kanë kaluar më shumë se 8 muaj nga zgjedhjet qendrore që u mbajtën me 9 shkurt të këtij viti. Gjatë kësaj periudhe, Kuvendi i Kosovës është përballur me tentativa të shumta të dështuara për konstituimin e tij. Ndërkaq, sot është mbajtur seanca e radhës, ku është konstituuar legjislatura e 9 e Kuvendit të Kosovës. Në seancën e sotme, pas numërimit të votave të deputetëve, kryetari i Kuvendit Dimal Basha njoftoi se si nënkretar nga komuniteti serb u zgjodh deputeti Nenad Rashić për të kompletuar kryesinë e Kuvendit. Rashić në seancën e sotme mori 71 vota për, 9 vota kundër dhe 24 abstenime. Ju njoftoj se me 71 vota për, 9 vota kundër dhe 24 abstenime, konstatoj se Kuvendi zgjodhi deputetin Nenad Rashić, nënkryetar të Kuvendit të Republikës Kosovës nga rollat e deputetëve të komunitetit serb. Tutje kryeparlamentari Basha tha se me konstituimin e Kuvendit përmbyllen punimet e seancës konstituive të legjislaturës së 9. Të nderuar kolegë, me zgjedhjen e nënkryetorit të 5 nga komuniteti serb, konstatoj se Kuvendi është i konstituar dhe me këtë i mbylli punimet e seancës konstituive të legjislaturës së 9 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Mes tjerash, i pari i Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha, njoftoi se bazuar në nenin 24 të rregullores së Kuvendit, njoftimi për formimin e grupit parlamentar duhet i dërgohet kryetarit të Kuvendit, jo më vonë se 7 ditë nga dita e seancës konstituive.